Rreth 70 djemë dhe vajza në Kosovë, tashmë në mes të 20-ave, mbajnë emra si Bill, Clinton, Hillary, Medline, si ish presidenti apo sekretaret amerikane të shtetit. 10 shtatore e buste, anë kënd Kosovës, përkujtojnë udhëhecit amerikan të fundviteve 90-ta. Qindra rrugë në 38 komunat të Kosovës mbajnë emrat e ish zyrtarëve të lartë dhe ushtarakëve amerikan. Mira flamur amerikan valvisin për krah atyre kombëtar dhe të shtetit të Kosovës. Një sondazh i Institutit Ndërkombëtar Republikan IRI tregoi se qytetarët e Kosovës konsiderojnë pangurim Shtetet e Bashkuara të Amerikës si aleatin kryesor të vendit. Me një mosë prej 1164 të rriturish, ku 94% prej tyre ishin shqiptar e 6% serb, rezultati ishte 77% në favor të Amerikës. Aktualisht, situata nuk duket më e mira në raportet mes qeverisë në detyrë dhe administratës amerikane. Për hir të së vërtetës, zyrtarët e lartë amerikanë dhe ambasada amerikane kanë reaguar disa herë gjatë qeverisë së Kurtit, duke kërkuar atij të mos ndërmarrë veprime që do të cënonin sigurinë. Kështu ndodhi pas vendimit për targat në vitin 2022, pas tensioneve në 4 komunat veriore në vitin 2023, pas operacioneve të kopaskoshme për mbylljen e strukturave paralele, pas vendimit për ndalimin e qarkullimit të dinarit serb. Kështu po ndodh edhe tani kur i kërkohet të mos pengohen serbet për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre në institucionet qendrore e lokale. A2CNN ju drejtua ambasadës amerikane për të kuptuar se çfarë po ndodh aktualisht në raportet mes dy vendeve. Sigurisht, gjuha diplomatike vjen të ruhet, por bëhet e qartë se të gjitha shqetësimet janë adresuar fillimisht në takimet e rregullta. E ngarkuara me puna në Pratipati ka zhvilluar takime të rregullta me kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Në këto takime ne ja kemi shprehur drejt për drejt shqetësimet tona dhe e kemi bërë plotësisht të qartë pozicionin e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Stabilitet dhe siguri është tokfjalçi që përdor ambasada kur flet për angazhimet e vendeve të cilat i konsideron si partnerë të saj. Shtetet e Bashkuara do të mbeten gjithmonë një mik e afërt e popullit të Kosovës dhe jemi plotësisht të përkushtuar ndaj partneritetit ton. Në të njëjtën kohë ne i bëjmë thirrje partnerëve tanë të punojnë në mënyrë konstruktive për të siguruar stabilitet dhe siguri. Me 12 shtator, ambasada amerikane do të njoftonte se do të pezullonte dialogun e planifikuar strategjik me Kosovën për shkak të veprimeve të qeverisë që sipas tyre kanë rritur tensionet dhe paqëndrueshmërinë. Një javë më vonë, kryeministri në detyrë Albin Kurti do të fliste për këtë vendim, duke e bërë Serbinë si shkaktare të saj. Përgjatë mandatit tonë jemi angazhuar që raportet dhe partneriteti ynë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës të forcohet në 3 shtylla kryesore: diplomaci, mbrojtje dhe zhvillim. Në shtyllën e diplomacisë kemi disa dallime dhe ato shumë shpesh kanë të bëjnë me qëndrimet tona në raport me Serbinë dhe veprimet ndaj strukturave ilegale të saj në Kosovë. Përderisa pajtohemi për vlera, interesa dhe qëllime, nganjëherë jo edhe për çështje operacionale e taktike. Megjithatë, vështirësi në këtë shtyllë padyshim që ka ecje substanciale në 2 shtylla tjera, atë të mbrojtjes dhe të zhvillimit. Më në detaje për shqetësimet amerikane, Kurti foli në Amerikë në një bashkëbisedim me studentë në New York, ku tha se nuk bën kompromise për sundimin e ligjit në veri të Kosovës. Because of the rule of law in the north of Kosovo, which turned out to be against the legal Serbian structures. And I cannot make compromises there. I cannot leave this problem to your generation. I think it's my generation who should finish this. Në të njëjtin takim, Kurti foli për një tjetër qasje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Serbisë. Ai tha se Washingtoni po tenton teorinë e karrotës për të larguar Beogradin nga Moska. Qartazi, Kurti kërkon shkopin për Serbinë, pasi sipas tij, sjellja e butë ndaj tyre nuk ka funksionuar asnjëherë. We're having some obstacles in diplomacy. Because in my view, US considers very important to take over Serbia from the Eastern Hemisphere.
so to speak. Because Serbia is very closely connected with Moscow. And by us being a bit rigid on rule of law, on democracy, on state sovereignty and territorial integrity, some politicians and diplomats in the US consider that we are not helpful to US to take over Serbia from the Russian Federation. But to be honest, that shouldn't be my problem. Sorry, being very blunt. Mosbindje ndaj kërkesave të Shteteve të Bashkuara, Kurti e konsideron normale. Ai e pranon që duket pak ekstrem, me që kryeministrat e mëparshëm nuk kanë thënë asnjëherë jo. Seem to them quite different from my predecessors. So this is the curse of my predecessors who have been very soft. And I'm normal now, but I look a bit extreme. But that is because of my predecessors who were not normal. A është Serbia arsyeja e vetme e tensioneve mes Kurtit dhe amerikanëve? Sulmet e vazhdueshme ndaj gjykatës kushtetuese për vendimet e saj, sidomos pas zgjedhjeve të nënshkurtit, nuk janë pritur mirë. Drejtësia është një nga fushat ku Shtetet e Bashkuara kanë investuar më shumë dhe kujdesen që të mbetet e pacënuar nga politika.